Kjo shkolla mesme profesionale Rifat Gjota në Pej, në emër të së cilës janë lëshuar së paku 104 diploma për drejtime të ndryshme profesionale e të cilat dyshohet se janë të falsifikuara. Një dosje prej 40 faqesh ka 2 vite që është proceduar në prokurorinë e Pejës. Dosja përmban emrat e 97 personave, shumica banor të komunave të ndryshme të Kosovës, që me vendime të inspektoratit arsimor u janë anuluar diplomat e shkollës së mesme profesionale Rifat Gjota në Pej. Kjo pasi ato diploma, sipas inspektoratit, nuk janë lëshuar kur nga kjo shkollë, e as personat që janë bartës të këtyre diplomave nuk kanë qenë kur nxënës të kësaj shkolle. Gjithsejt në prokuri janë dikun 104 diploma me emër dhe mbiemër dhe dhëna të diplomave që nuk kanë bazë juridike në shkollë. Të gjitha janë të lëshuara në emër të shkollës mesme profesionale Rifat Gjota, ish shkolla Shaban Spahia, mirë po asnjë prej tyre nuk ka bazë ligjore që është lëshuar nga shkolla Rifat Gjota. RTK përmes burimeve të saja ka zbuluar se nga hetimet e prokurorisë janë identifikuar 2 persona, një burrë dhe një grua, që dyshohet se jo vetëm që janë të përfshirë, por edhe kanë organizuar gjithë skemën e falsifikimit dhe shpërndarjes së diplomave. Kryeinspektori Ilir Shatri thotë se këto diploma janë përdorur kryesisht në tregun evropian, me qëllim të punësimit në profesione të caktuara. Diplomat i ka lëshuar dikush që ju kanë nevojit për të punësuar në botën e jashtme. Nga dokumentet e verifikuara, rezulton se të dhënat e nxënësve nuk figurojnë në regjistrat e shkollës, çka ngrit dyshime serioze për një skemë të organizuar jashtë sistemit arsimor. Gjemail Kastrati, drejtori i shkollës Rifat Gjota në Pej, ka thënë në një përgjigje me shkrem se persona jashtë shkollës kanë keq përdorur emrin e institucionit që ai drejton me qëllim që të përfitojnë nga diplomat që kanë falsifikuar. Ndërkohë se nuk ka të përfshirë brenda shkollës në këtë skemë falsifikimi, e konfirmojnë edhe Prokuroria Themelore e Pejës. Me të pranuar këtë rast prokurori i shtetit ka autorizuar policinë e Kosovës, të cilët kanë ndërmarrë veprime të caktuara hetimore, janë kryer edhe ekzaminimet dhe nga këto ekzaminime ka rezultuar që kjo vepër penale nuk është kryer në kompetencën tonë territoriale. Mes rast si prokurori kemi deleguar që kjo çështje të trajtohet nga institucioni tjetër përkatës. RTK merr vesh se me këtë rast tashmë është ngarkuar Prokuroria e Mitrovicës.